Si ta ruajmë pra energjinë tonë? Si të mbrojemi nga këta persona pa u bërë njerëz të ftohtë dhe pa i larguar këta nga jeta jonë? Sigurisht, vendosim kufi, krijojmë hapësirë dhe ky veprim nuk është egoizëm, është vetë respekt. Sepse një shtëpi pa derë është shumë e predispozuar të rrihet nga erërat. Nëse ti nuk vendos kufi, çdo energji do hyjë në jetën tënde. Mund t'i thuash me qetësi këtyre personave, nuk dua të flas për këtë gjë. Le të fokusohemi ke diçka pozitive, sepse kjo nuk më bën mirë. Ne dim se kur jemi pozitiv, duhet të tërheqim pozitiv dhe ndonjëherë themi që po pse na ndodh ti jemi me këta persona negativ, unë duhet të tërheq pozitivitet. Por shumë nga energjia negative e këtyre njerëzve nuk ka lidhje fare me ne. Sepse kjo energji e tyre lidhet me betejat që ata kanë kaluar në jetë. Ai që është djegur nga brenda, kudo që vete shikon zjarr. Prandaj gjithmonë themi, le të krijojmë atë hapësirën e nevojshme nga këta persona që ta mbajmë mendjen tonë të pastër. Le të kujdesemi për energjinë tonë. Le të falenderojmë, le të meditojmë, le të ecim në natyrë, të ndihmojmë të tjerët sepse mirësia është energjia më e fortë në botë, që na karikon çdo ditë e më shumë.